edhe ju ka lamru tumor në gji. Wow. Edhe ne ishim të ri, nuk dishim çka. Edhe tash ai thojke që keq shumë është, po për me qenë sigurt, dunë me shku me bo analiza atje me bo. Edhe na s'dishim kur gjë, si të rrit na u keshim. Në 4 ora, 3 orë, nuk e di, tani derisa ka bo ato analiza, po që ka pas termin të gjinekologu, edhe kur ai po del jashtë, edhe diçka po keshet me neve, na po këqyrim me Lauretën, po thëmë, qa ka marrë ky? Po thëtë, po ju s'keni ditë be çfarë stres kom qenë unë për ju, se çdo klienti im për mua shumë rëndësishëm. Pse, po unë kom kujtu që është një kancer mali. Kupton? Por ka dalë beni, dhe më thënë, e ka bo operacion, por tash e ka shumë tumore, dhe më thënë, por nuk janë që vetë trupa, trup ka këtu, ka shumë, po nuk është diçka që është dekjepruse. Super. Shqyqyr Zot. Por, edhe ka përballu shumë, ka pas kurt në Ildës, nuk e di ku tani ju kanë të shumë të vogla, edhe ju kanë shpërda, edhe ja kanë bo në pak kreas një kist si bombë. Po, edhe mere me men ti 3 muja, nuk e di, 2-3 muj ka në spital, e çdo ditë i thëshim mos ha, nesër operacion. Po ka qenë vetëm një laborator për qatë operacion ku, më falë, në qatë blok ku bëhet operacion, vetëm një blok ka qenë, për qatë. Për pankreas e shumë është i ndishëm që mund formohet letë kanceri për asaj. Edhe tumor, kancer, që është njësoj. Edhe tani, tamam e thëshim, bënu gati për nesër, mos ha, nesër thëshim, më falë se ka urgjensë diçka. 3 muj ka prit që shtot, 2-3 muj spital. Tani kur e kanë bo operacion, qaq i madh, kur e kanë nxerr si një bombë, një kist. Kanë bo operacion për këtu, e kanë prej komplet, deri këtu. Ai ka ik shumë, ai gruja, shumë ka ik. Është një gru, shumë fort. Shumë fort. Gru gur. Tani ka ndodhur një rast shumë i rëndë, familje saj, motra, kanë vetëm një vajzë, nuk mund me bo më fëmijë, se ka pas në mitër, po jo që e këtë mitra, edhe por ka qenë 50-50, a mund me shpëtu, tani ata janë mbledh familjar, se ka 2 vllaznia shumë, po kjo është kryesorja, që thot fjala e kësaj, e respektojmë se është më e madhe. Edhe është njëra prej vajzave mas shumë vite që është lindë familje tyre. Edhe respektojmë. Edhe ka qenë gjendje shumë keqe motra saj, Eleonida, më falë që përmend emrin. Edhe po tash është shumë mirë, e ka një vajzë. E ka një vajzë shumë, edhe po ka pas një tumor, dhe më thënë, në pankreas shumë keq, po tash është mirë. Shpesh her paseri i bën analiza, po më thënë, ka u një rengati. Po, e kjo është. Shqyqyr Zotit, më rëzot. Edhe ajo atje shkup që thave ti që përmende, kanë shpetu shumë mirë. Ata janë shumë profesional në punën që e bojnë, që ta jena që ditë për vllajën tam, kur as ata s'kanë mujt. Po në besoj që kur vjen në Gjenevë, me një vllajën tam, o Zot, adin që është në qef, besom, o shumë, ai ka të folë kuqët, adin qatë shumë është i marrushëm, e thëmë, shumë herja bëj, kur së më gajtë mu pak, apëten, unë jam e gjallë, jam hiperaktive, nuk jalo kur kina një fjallë me malshu, ose direkt bam, ajo është manaj, kuqët ka të folë, e që 3 muj, që mu kam shtjelë 3 muj, gati mire ki? No, jo, gati 1 vjet, e ka bo një femën. Opa, Po. E të dashur. Ta më sheli? Po. Vazhdo po, dëgjoj. E ka një dashur, nëse janë hala bashkë, inshallah posë, për ndryshe e përshëndes Anitën. Sa mirë. Paske më gëzu shpejt familja ju. A e din sa që ke mirë është edhe ajo. Gjysh,
janë për shtatë, dytë janë turp, dytë janë asë që respektu njani tjetrin. Po veç inshallah i kalojnë. Jeta shumë e rëndë, jeta shumë me sfida, jeta shumë ka bariera. E du, vallaj, e du. Chargé. Unë të diskute kishë. O, zot. Inshallah veç se ku mërzit na i san. Pika e dobët e ime ka qenë sepse unë me babin tem nuk kam nejtë shumë, ma kupton? Nuk kam nejtë shumë me gjagjin tem, shumë me këndashtë Abdylin. Shala Zoti... Ku jeton ai? Ka dek. Oh, kushtim. Shala Zoti ka më shiru në xhenet. Amen, inshallah. Edhe ka qenë pandemia, edhe ai ka punu shumë, ka punu në Austri. Ka pas letra Austrijës, por e ka një djalë në Austri, edhe ka nisë shtëpijen, edhe ka kry vetëm deri kulëm, edhe pa thënë, o Zot, inshallah, ka do video që e kalon, që e ka i qezu, edhe ka pas qef shumë me, domethënë djalë tem, djali i tij, me hinë në shtëpi, edhe thoi ke tani në të bëhet çka don. I rija, 52-3 vjet, agja. S'po na lën. Diskutimin shumë mat. Edhe tani çka ka ndodhur? Edhe ai ka qenë sportist, ka qenë futboller, ka luajtur për Vllaznia, ka luajtur duket, nuk e di, mos gaboj, ka luajtur Rovec, shumë ka qenë sportist, po kur ka shku në vizit në Gjermani, te një vllau i vet, edhe ka luajtur pak futboll, në një pion e kam shu këtu, edhe ka nisë mua kuta e koma, shumë pak, kur gjojq. Tani, në Rovec, edhe djali vet i pa thonë e diçka, hajdini mere abën, domethënë mere grujen, edhe hajdini të na pasi pandemia, po shumë u shfaq kjo pandemia, hajdini këtu rrini Holland. Se ka edhe Austri, edhe Holland i djalë. Po i ka thonë, shko, kontrolloje njerë komën. Aty prezran, edhe njerë, aty mos bën problem diçka, mos të bëhen ndonjë problem këtu e. Edhe ky me kjerën e vet ka shku, po kur ka shku spital, ky ka dhënë gjak 1-2 javë ma herët gjako, edhe nuk ka pas drejt me bë operacion. Ka bë operacion, kjo koma, ka bë kjo. Edhe e kanë lishu me njerë për jo me majt prezent aty spital shtetëror, po e kanë lishu. Ku e kanë lishu, ky ju ka shku, nuk ka vit, domethënë edhe fuzione, ku diune, e kanë qitë keqa, çka, ju kanë bë kafk, domethënë kafk në kokë, ju ka një sulm, pre kokës sulm. U lidh. Po, edhe tani, une erdha Rovec, më thonë mu, keq është tada. Wow, shkova me Lauretën, që ditë erdhëm prej Zvicrës, me qenë se unë kom marrë prej Finlandës, ajo Laureta ka prej Gjenevës. E shku me pa, Laureta tha, nuk është mirë, sa e punë në hospital. Pasi erë për up, dije, domethënë nuk puna njef, edhe për njef, domethënë nuk është diçka rregull. Adin, edhe unë e morë si ai gare, sa është e mundur, ai shumë i fortë, adin, sa është e mundur. Edhe çka o, po? A do im? Jo. Vje që mujnë me qelë Po, vetë. edhe çao bo puna, edhe tani, sa flen mirë. Jo, s'po bëj kugjo. Çao bo puna tani, prizën në thirën, hajde tha se, gruja gjista me thirë këtë djemët, edhe shkum në prizërën, edhe kur, për me edhon shpirtë, ajde më thonë, unë e kom thirë, spitalin Amerikan. Po, spitalin, kanë marrë që fa kjerë, as vicës ka si kjera. Por nuk kam, më thonë, e këfjellën ata. Besa me një shokun teme, kena që më një Besmir Ramën, tash edhe e kena dërgu, edhe unë alë në gjysë rrugës, tanë, mos ka, me amat me njerë, mos është me këto, që pandemija që ka qenë, që kena pas që kësë mundje, po. Koronavirusin. Mos është, po thash zdi,
e kthjellën ata, po nuk ka pas spitali amerikan që atë kohë nuk ka pas për kaf për çat, a din? Tha, nisoj është si këtu si shtetëror. Na e çum tani apë shtetërore Prishtinë, edhe sa po ekin njerëz aty, s'kan barna. Më shku me ble barna, wow. Sa njeri s'ka pare, s'mjas Unë ale me aeroplana me kret, edhe që është ma i keqe, unë edhe djali ti, dhe më thëmë Musa, patëm pa tjetër më nisë për, se e lam agjen tjetër që është Gjermania aty, me ato se si lojna mashtru, ta ma mirë, mos tanin, hiq më i besën për ja japim që jo besën të është vetëm Zoti, po më do këtë nuk, ma shumë ka që ka me kalu këtë svitën se që, edhe na me djallë në si thamë doktorit, a je sigur ta dini sepse na do të më kthy punën e punojsh atëherë. Edhe vaj punojke, me autobuse s'ka pas aeroplana për Austri, a i ka met Austri, unë kom shku tani prej Vienës për Gjenevë. O, ku në kanë lavru mas një jave, ka vdek. Po, unë jam kon shumë i lidhur, ose me babën, vetëm me ato, shumë i lidhur kom qenë, shumë. A i ka net me tri, me darse me tërnerka, ka qenë sportist, dhe më ta shumë, a i gargjia, dhe në shok. Edhe që është ma i keqe s'kena mujt me alë kërkush me vërës. S'ka pas aeroplana kërgjë ishë. As djali vetë. Edhe kush e ka vëros, gjyshi jam që ka dekë që ta është në djallë në vetë. Sa prekse. Edhe kur... Edhe qka kur i kom pa era e fundit, më thëmë aty në Prishtinë spital, edhe më thoi kim u kështut, këthem Rahovec. Thosha, pse? Atje me. Këthem atje. Thosha, o kim u shëru, mos tanin. O, atje me. Ja, t'japi shpirtin. Jo, këtu. Edhe... Sat. Janë të gjana shumë prekse. Kjo jetë është kitë me sfida, veç do të me ka njeri shumë i fort. Mi përbalu, po s'ke i fort. Pra ndaj dikush kur thotë, adi besa histori ka mune, sa gjëra kum kalu jetën time. 3 ditë para se me ardhë, para se me dhënë jetë babë im, doktorat vinë, edhe mas pare më tregojnë mu, edhe mu shkon dhe më thonë pulsi shumë, edhe ka qenë një para sulm, edhe në kur s'ku me rua ditën, kum ka arra me tregu, që dhe 3 ditë ka jetë, jo ma shumë. Edhe më tani morën mu me më stabilizu. E ke di që edhe 3 ditë, që të kanë? Pa dhe a i ka ditë, a i ka qenë shumë i fortë. Shumë. Amo e ranë shumë kur të din me ditë, është sa një ma i keq. Edhe ajo është dhimbje kur ta prapë, kur të din me ditë, edhe muno është 2 sekund me shfrytëzu. Jo ka qenë shumë, dhe më thonë, a i ka dek babim, gruja me ka linë para kohës, tjali ka qenë okupator, Laureta me pankreas, baba e saj spital, kam përbadhu një vjetë gjysë shumë keq. Me të spital, kom pas shpine. Tani, unë kisha dëshirë më ardhë, pa letra kena, s'kena pas letra, me kena qenë azilant, edhe kisha dëshirë më ardhë, s'paku me vëros, po nuk në lejoshin. Në thojshin, zhvitën në thojshin, nëse vëros në i tu, muni me marë, që dhe i spatë. Nëse vëros në i tu, më thënë, muni me marë shumë letra më shpet, po a i kalon me amane që vërosin Kosovë. Kena këtë këtë kufomën. Ka një fort lapë në këto momente, sidomos. Kena këtë kufomën këtu, e nësë kena qenë kërkush. Për që ata do të me epë mesaj. Mamin a e ki? Mamën e kam shumë të mire. Nuk kam nënët këqia, këtë janë heroinë. Që ata do të me epë mesajën, që duin i narat sa i kene, edhe babat njëjtë. Jep ju një rëndësi sa ma shumë, rini me ta, munoni çdo minut me shfrytzu me ta, edhe kur njët mos i mërzitni.
Se janë të vetmi që na dojnë të mirën, janë të vetmi që na dojnë manalt me na po. Edhe kur për sen këtë bozë bëmi mërzit. Kur njët, Mas do dekjes të me jep. babës, e baj me që shpesh më nalë ke fryma se... sa interesant. Nëna jam e gjithat mëzi, se i ka dek edhe një mesa, do më thonë i ka shkel kamioni, që ka vllaut, i ka dek që djali, qatë që ka i natë, djali motrës, s'kena qenë burime, kur gjë s'kena pas letra, edhe pas dekjes babës tim, merret i me mend, unë mërzit qa shumë se s'musha me pranu e më nërë kjo frima ajo shpesh qoj keme me dhonë frimën e wow, qëfa, sa e forte mami jem. 36 vjetë, 37 vjetë ka qenë. Mami jem, kur ka tek babi jem, ka pas 42, 41. Tash sa i ka? Tash i ka 67 është sa i bjen. 58, 59. 59, nëse s'po gaboj. Të forta janë valla i nanat. Qas Ajo. përjetojnë. Krejt nanat. Krejt. Unë që ata shumë prekna kur përmenet emri nan, shumë e me lidh lab. Besëm njerëzit nuk e din, unë e jashtë veç me mamin dalë. Non stop veç me mamin jam, veç me... Ku do që mund është me pa Benitën është veç me mamin. Kur nuk ndona heq, edhe me babin jam e lidh, po të shumë me mamin. Din diçka du me të tërgu, dhe kërkuj si kom tërgu këtu. Hajde. Jam prek një ditë kur ka tërgu Ardit historinë e ti, dhe shumë edhe besa kom ik prej këtu, shtë kom ik atje, s'kom ujtë me përballu, kur ka thonë, dhe më thonë, nëna e ti, vetëm e kish pa një fmi, nuk e di që e tha, a baba jam, dhe më thonë, para se me dek, më pyti mu, tha, edhe gruen teme, edhe mamin tem, tha, kini mu si me të regu qa po pret Laureta, qa po prit një. Na i kena di që i po presim djallë. Po s'kena mujt me i të regu. S'keni? S'kena mujt me i të regu. Pse? Se mos e shkon me një ati që unë e po des, po vjen dikush një djallë. S'kena mujt me i të regu. Tani, shumë ka pas qef me prit s'paku një nip. Shumë ka pas qef. Ama besam që aj krit besam, është yll që krejti edhe o krenar, si me ty, Është martërtuar si me nipin. Prej poshtusit sërbë, shumë, vetëm ka ek. Njerë kena shku me punu, gjene bashkë, edhe zezën, se s'murës, këshim letra me punu. E kur kena shku pa dashje, një djali agjës, i shketi, wow. Pa dashje, e ka lishu një cevë, e pa tëra këtu, këtë gjak këtu. Të ke, are s'ka lidhe, ajtë, ajo gjak i shkuj kjo ajo, fua. S'ka lidhe të punojmë, pëjtojmë sot nesër, ajtë, të punojmë të pëjtojmë këtu, dreqim shpia, Kosovën e kanë kallë. Këtu i kemi vetëm me fitu, atje kemi jetë. Që ka, me pas dita, e kënë e ke kongën prej zemanit, e kongën taman për ato. O i dau dishe, o ju dau dishe ka fluturoni, po ju ljani porosi. Vendin tim, kur ta shikoni, thoni ka dek një djali ri. O lab, shilot, e pi shilot, se janë nisëm temave të ndryshme, së bën më mërzit, nuk bën. Du të më kanë të fort, se unë e veç i cenja për këtë i vetës. Adi, kur ti menoj të këqijat, e mija, gjithë thëmë dikush ka edhe ma keq. Ama dikush nuk e kupton që nuk është e rëndësishme sot, vetëm ta mendojmë sot për nesër. Nuk ka më e rëndësishme, nuk e them këto vetëm për me marrë vota apo diçka këtu. Nuk ka më e shenjtë, Se familja. edhe më e mire, edhe të Zoti, edhe të toka, nana është. O, nana Di, është, edhe baba. nana nuk ka zavënësim. Edhe baba. Unë e dje që e po është mamin, edhe o, i dinë se ki. Që më ka mush më të, vish mu jep ke me Nuk qaf, e di, me qaf. do t'jem të ku ndohen. Do t'jem që ndohen.
të shkojnë në shtëpijet e veta, që nuk e vizitojnë nënën, ka 2-3 muaj, unë kam thonë gjithmonë që shumë mungon ty t'jem edhe gruaja, edhe motra, po ka pa edhe ky një ditë. Limi ka pas rast me arë shpitame. Nuk e di shpitame Leoni, nuk e di, po shtëpia jonë është ajo. Ama nuk ketu ditë sa po mungon mami. Mungon mami? Po, mami ka majtë në familjen të në herën. Kujtë pi mungon këtu mrena. Kem të e full rëndësinë në anës, që s'ka zavendësem. Yeah. Ana është në anë. Mother. Pafundësi. Nana është një pafundësi. Kur s'bom për një mërzit, kur për ka njerë kur të menoj, e ku mërzit në i herë. Kam vinu në këtë biznis që komi edhe limi, komi këtë biznis edhe tani isha krizat e mija, edhe a i lehoreta thoi ke, qysh marrena, adim me nëna jeme, o këtë pasuri që kemi. E vetëm ti flaj mirë dhe i qetë. Shef, kush ta thotë, ku ki ma vend ma të sigurt? Nëna jeme, edhe gruja dhe nëna. Bota është e egër, bro. Bota është shumë e egër. Të vazhdu të shoqënia, të vazhdu të biznesi, të vazhdu të vetja, është shumë e egër. Tja zvete nuk e njef sa i egër je. Në disa momente mund është me arrit pika kulminante. Ama, për ulesh të vetë nisan para nënës. Andaj thojnë që shënetja është e kam të nënës. Yes. Qysh, veç me menu faktin që nën mujt manë, mrena, trupit sajna, nën mujt, qa hek, Edhe unë e kam hek edhe kur të banë, kur qëtë në këtë botë. Edhe në fund mja këthi fjallën, në fund që ka shumë fmi. Edhe që ka nëna kanë problem, edhe i thot mije ku kam dëgju në disa intervista, i thot mije ku dëgjo, këtu nëse dërë me shpëtu djalin, fmijen, ndoshta ti nuk shpëton. Edhe qatë që janë të forta nëna, thojnë ani, jetën time nuk ka lidhje vetëm shpëton me këtë që kom në barkë. Disa intervista e kom pa shpesh. Po, nanat, s'ju interesan. Vetën e ku me ti qa i banë. Kër kom bo albumin e dytë në fakt, e kom bo albumin e para veç, e dytë ka qenë ti nuk e shpirt, nuk e di, edhe kom bo një këngë, aty ka qenë edhe e kënga Malli për baban, apo nuk e di. Jo, një këngë kom kushtu edhe ati. Edhe shkoj spitali, them qire papi, ka dalë dhe të kom falindru dhe ty. A i thot, o, vetëm televizion me të pa dhe njerë me të pa televizion, anë që vdes. Anë ashtu, nuk e kam shumë larga, ma vetëm edhe vetëm njerë me të pa televizion. Qëka. Mami. Bisedat fejla që Pa me ndu, dolën gjërat bukur. Apisha, Po të vërteta, reale. shumë reale. Po.